Nëse zemra jote sot ndihet e lodhur, kujto se rruga drejt qiellit fillon me sejdë në tokë. Elhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e tij famlar në surën Isra në ajetin e parë thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Lavdruar qoft ai I cili e udhtoi robën e tij nga Mesjidul Haram, që është Meka, në Mesjidul Aqsa në Quds në Jeruzalem. Kjo është një ngjarje prej ngjarjeve më madhështore që I ka ndodhur Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam ishte duke kaluar kohë pikëllimi, ishte duke kaluar vështirësi të ndryshme me popull të ndryshëm në thirrje për Allahun xhaleshanuhu, në thirrje në rrugën e drejtë. Muhamedi alayhis salam e kaloi vitin I cili quhet viti I hidhrimit apo viti I mërzisë. Pse quhej ky vit I mërzisë? Sepse në atë vit I ndroi jetë Hatixha radhiyallahu anha, gruaja e tij. Jo vetëm se ishte bashkëshortja e tij, por ishte edhe një ndër suportueset më të mëdha që kishte Muhamedi alayhis salam. Në po atë vit I vdiq edhe xhaxhai I tij, Ebu Talibi. Vdekja e Ebu Talibit, xhaxhait e tij, ishte po ashtu një ngjarje e dhimbshme për Muhamedit alayhis salam. Humbja e xhaxhait e tij ishte humbje e madhe, sepse Ebu Talibi ishte një mbrojtës I Muhamedit alayhis salam. Kishte famë dhe kishte forcë në atë kohë. Muhamedi alayhis salam u largua edhe për në Taif në mënyrë që t'i ftoi njerëzit në rrugën e drejtë, të I ftoi ata në adhurim në Allahun xhaleshanuhu, të I largoi nga rruga e errët që ishin ata. Mirë po prap Muhamedi alayhis salam edhe këtu hasi në vështirësi të shumta. Përgjigjet cilën Taifi, banorët e Taifit I dhanë Muhamedit alayhis salam, ishte prap jo përgjigje e mirë, sepse ata e persekutuan, e ndjekën, e fyen, madje kaluan deri në atë pikë saqë edhe e gjakosën Muhamedit alayhis salam. Muhamedi alayhis salam kthehet edhe nga Taifi, I dëshpëruar për vështirësitë që hasi, për problemet që hasi. Dhe vije koha kur Allahu xhaleshanuhu pas gjitha këtyre vështirësive vendos që ta nderoj Muhamedit alayhis salam me një prej mrekullive më të mëdha, Isran dhe Mirajin. Israja dhe Miraji janë udhëtimi fizik dhe shpirtëror I Muhamedit alayhis salam. Është nderim për pejgamberin ton. Allahu xhaleshanuhu e barti Muhamedit alayhis salam nga Mekka në Mesjidul Aqsa. Dhe prej aty Muhamedi alayhis salam e filloi Mirajin e tij, ngritjen lart drejt kufive ku asnjë krijesë nuk I kishte kaluar më parë. Këtë udhëtim të tillë asnjë krijesë nuk I kishte bërë më parë. Me Xhibrilin së bashku filloi ngjitjen mbi shtatqejt për drejt Allahut xhaleshanuhu. Arritën në një pikë e cila quhet Sidratul Muntaha, e cila është kufiri I çdo krijese. Aty Muhamedit alayhis salam Xhibrili I thot: "Këtu e tutje unë nuk vazhdoj dot, pa do të vazhdosh I vetëm." Muhamedi alayhis salam kaloi I vetëm për tek Allahu xhaleshanuhu. Israja dhe Miraji nuk janë ëndër, mirë po është një realitet hynor. Israja dhe Miraji në ngjarje madhështore përmban në vete edhe mësime madhështore. Disa nga mësimet të cilat duhet t'i ngulitim ne sot në kokë janë që pas çdo vështirësie ka ngritje. I lidhja me Allahun xhaleshanuhu fillon me namaz. Dhe besimtari sado që të sprovohet rënd, prap kur nuk do të ndihet vetëm. Nëse zemra jote sot ndihet e lodhur, kujto se rruga drejt qiellit fillon me sejdë në tokë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.